Punimet që po zhvillohen në kuadër të projektit Lungomare 3 në vijën bregdetare të Vlorës kanë shkaktuar ndotje të dukshme në det, duke e kthyer ujin në një mas të turbullt me ngjyrë të kuqe. Dherat, balta dhe mbetjet inerte që rrjedhin drejt detit nga gërmimet e zonës po përhapen lishëm në sipërfaqet detare, duke krijuar shqetësim të madh si tek banorët lokal, ashtu edhe tek turistët. Pamjet që po ndiqni në ekran e tregojnë qartë efektin negativ që po shkaktojnë punime ndërtimore në mjedisin detar. Uji pranë vijës bregdetare është bërë thuajse i papërdorshëm për shkak të ngjyrës së çuditshme dhe përbërjes së panjohur që ka marrë. Këto pamje janë filmuar në zonën pranë tunelit në ujin e ftohtë. Ky nuk është një rast i izoluar, situata të ngjashme janë raportuar edhe më parë, veçanërisht në sezonin turistik të verës, kur prania e turistëve në zonë është më e lartë. Në atë periudhë, shumë pushues janë ankuar për cilësinë e ujit dhe për ndotjen që vinte nga mbetjet e hedhura në mënyrë të pakontrolluar nga firmat që zbatojnë punimet. Gjatë gërmimeve për zbatimin e fazës së tretë të projektit, ka ndodhur episode të njëpasnjëshme të derdhjes së baltës, dherave dhe materialeve të tjera ndotëse, mungesa e barierave mbrojtëse dhe sistemi të kontrollit të rrjedhjeve nga kantierët ndërtimor drejt detit ka bërë që ndotja të përhapet me ritme të shpejta, duke dëmtuar ekosistemin detar dhe duke rrezikuar reputacionin e Vlorës si një destinacion turistik bregdetar. Banorët e zonës, por edhe pushues gjatë verës, kanë reaguar duke kërkuar ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet përkatëse. Ata shprehen të shqetësuar, ndërsa thonë se institucionet duhet të monitorojnë dhe garantojnë mbrojtjen e mjedisit gjatë zbatimit të projekteve të tilla. Duket se e njëjta tablo që na shoqëroi gjatë sezonit turistik po përsëritet edhe në këtë fillim tetori. Për momentin, ndotja vazhdon, ndërsa kërkohet urgjentisht vendosja e masave parandaluese, hetimi i situatës, si dhe identifikimi i përgjegjësive ligjore.